gjithmonë gati për të luajtur së bashku. Ju e dini tashmë tek sashini të panjohurit dhe loja quhet të panjohurit. Do luaj me 8 identitete dhe një konkurente, cila na vjen nga Berati dhe quhet Persida Hoxha. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Ti ke një biznes tëndin, po? Po. Dhe bën çanta kartoni. Çanta kartoni. Si janë këto çantat e kartoni? Janë kur bën shopping në dyqane, firmate ose markete, marrin çanta prej kartoni. Bukur. Që janë ekologjike. Dhe je bashkë me motrën në këtë biznes? Po, bashkë me motrën. Po mos dishta ajo, s'do isha. Mrekulli. Atere, shohim me njerë identitetet? Okej, gati. Okej. Sot kemi dikë që merret duke lidhur elektromotor makinerisë. Kemi një veteriner apo veterinere, një pasticqier apo pasticqiere, dikush krijon mozaik me gur, elektricist apo elektriciste, një tjetër rrit dhe tregton kërmi, kemi dikë që merret me kopshtari dhe unë nuk e dia po ka mami, ka dhe babi. Se kisha dëgjuar ndonjëherë babi. Është e re pa. Ju babi? Do shohim sot nëse na ka ardhur një mami apo një babi. Ftoj të panjohurit të kthehen nga ne. Ja ku janë, mes tyre dikush është i njohur apo e njohur? Gerta Heta. Gerta Heta, personaliteti i radios dhe i televizionit. Gerta, përshëndetje dashur. Përshëndetje Ardit. Radio Klan si shkon? Shumë mirë. Unë kam zbritur 2 kate për të qenë këtu sot. Shumë bukur, ishte shumë komode. Është shumë qef që jemi së bashku dhe unë të falenderoj së pari për atë që je dhe së dyti për dashurinë dhe artin që ti na je. Je shumë e mirë, falenderit. Faleminderit. Nëse do të zgjidhje mes radios dhe televizionit, çfarë do zgjidhje? Prap radion. Prap radion, e dia, e prisja këtë përqitje. Okej, dhe përpara se të vazhdojmë, kam dhe një propozim. Zgjidh një ditë kur të duash ti dhe ta bëjmë programin bashkë në radio. E bëjmë? Po. Definitivist, po. Okej. E ke po nga unë. Një ditë vetëm, një ditë aty me ty. Dua të marr pak nga energjia jote. Do ishte super, vërtet shumë super. Patjetër, do ta bëjmë patjetër. Do pres në radio. Okej, do vi patjetër. Okej. Tani Persida e dashur, të panjohurit kanë para në përduar që fillojnë nga 200, 300, 500, 700, 800, 1000, 2500 dhe 4000 euro, ku mes tyre ka dhe 2 të papritura. Dhe në fund fare kemi dhe të afërmin apo të afërmen misterioze, që sot është përshëndetje. Që nga një zonjë. Pa, mund të jetë mamaja e dikujt. Mamaja e dikujt, të shojmë. Ose motra. Ke 5 ndihma, 2 takime nga afër, që sot kam përshtypjen që do të bëjnë punë, sepse ke goxha, si me thënë për të kuptuar nga duart, dhe kemi dhe 3 ndihma me nga 3 të dhënat, ku njëra prej tyre lidhet me identitetin. Këtu kemi... mu prej fjala në mes, apo pa shtortën. Këtu kemi disa gjëra të mira, pas kemi kërmi... Unë faktikisht nga emocione kam 2 ditë pa ngrënë. Vërtet? Kështu që disha direkt i haja. Unë jam në dietë dhe i gjithë problemi im është që tani kjo torta ma bën shumë me sy dhe kam një tentacion shumë madhe, por nuk mundem. Si do qoftë, të shohim sa do të rezistoj deri në fund. Atëherë fillojmë nga loja? Fillojmë. Vjeni panjohuri me numrin 1. Mirë se vjen. Prezantohemi. Përshëndetje, quhem Krist Peçi, jam 29 vjeç dhe jam nga Tirana. Krist Peçi, 29 vjeç nga Tirana. Të këshilloj që të mbash mend moshën e të panjohurve. Atëre Kristi, cili është identiteti i Kristit? Është ai i cili lidh elektromotorët e makinerive? Nuk e besoj. Nuk e beson. Tjetë Kristi veteriner? Mundet? Mundet. Po vazhdo. Unë i kam shumë qef kafshët edhe mund ta njoh.
një person që po edhe ka mundësi. Edhe ka mundësi. Apo është pasticjer? Mund t'jeta ideali 29 vjeçar që të bëj torta kaq të mira? Apo krijon mozaik me gur? Shiko sa e bukur që është. Wow. Edhe mundet. Edhe mundet. Apo mos është elektricist? Këtë se besoj. Nuk e beson. Rrit kërmi? Kjo më duket pak e çuditshme dhe duhet shumë e vështirë për ta gjetur. Nuk e di. Merret me kopshtari apo është babi? Këto të dyja i heq. I heq. Nuk jam fara. Pra Kristi nuk është një babi. Nuk thuhet mami, po thuhet babi. Jo, nuk është. Okej. Çfarë mendon? Po prisni 30 dhënat, ndoshta mund të ketë një ide, në qoftë se pastaj është shumë në M2-shje, është në M3-shje apo në M4-shje, mund të marrë ndihmë. Faktikisht unë jam tek mozaiku me gur. Tek mozaiku me gur. Mendon që Kristi bën mozaik me gur? Mendoj se po. Veteriner jam shumë pak, po jam më shumë tek mozaiku me gur. Mozaik me gur. Pra ti mendon që atë veprën e artit aty e ka bërë Kristi? Po. E konfirmon? E konfirmoj. E sigur? Nuk e di, po të shoh. Unë po them që ta konfirmoj njerë. Do ta konfirmosh? Po, e provoj. Po bjeri i themi ne nga këto, nëse do ta konfirmosh. Okej. Tashi... Tani ndryshon pak ma veti. Okej, po su influencon nga unë, se ma më pëlqen që të ngacmoj, më pëlqen që të bëj shaka. Unë fatikisht jam tek veteriner dhe mozaik me gur, po jam më shumë tek mozaiku, nuk e di pse intuita më jep tek mozaiku. Unë po them ta provoj. Do ta provosh? Mozaik me gur. Mozaik me gur. E provoj. Okej. Okej? E konfirmoj. Kemi 700 euro. Kristi, për 700 euro, je ti ai që bën mozaik me gur? Jo, nuk jam. S'ka problem. Nuk është Kris. S'ka problem. Kris, mund të ulesh tek numri 1 dhe vjen e panjohura me numrin 2. Mirë se vjen. Opa. Ju njohim. Juliana Leka, jam nga Tirana, 30 vjeçar. 30 vjeçar. Juliana nga Tirana. E shkon dhe me rim, Juliana nga Tirana. Juliana nga Tirana. Juliana. Cili është identiteti Julianës? 30 vjeçë. Po, ishte mosha. 30 vjeç. Atëre, Juliana, çfarë identiteti ka? Mami? Nuk e besoj. Merret me kopshtari? Edhe me këtë. Rrit kërmi? Edhe mundet, ndoshta. Edhe mundet. Po. Elektricistem? Deri më sot nuk kam parë ndonjë vajzë elektriciste. Ne kemi parë. Unë nuk kam parë. Mozaik me gur. Edhe mundet. Edhe mundet. Pastiqere? Ndoshta. Veterinere? Te kjo nuk jam shumë. Dhe lidh elektromotor makinerish. Jo. Atëre, ku je? Juliana ka identitet? Unë jam më shumë tek mund të jetë pastiqere. Tjetër? Merret me kopshtari. Tjetër?
Apo të këto të dyja? Por mund tjetë edhe mund të rrisi kërmin, po është 30 vjeç që nuk e di ndoshta ka rritur, se besoj. Se sa vjeç do t'jesh? Po do t'i jesh të paktën do t'i jesh si për 40 që ta di kërmillin e kanë studiuar shumë mirë. Besoj, them unë. Okej. O Zot, këto kërmit, sa të mirë që janë. Të gjalla po të vdekur, thot publiku. Kërmit ja si I kanë bërë, ja. Shikojni pa. Sa qef I kam. Këto janë gati për të ngrënë, do të provosh? Po, okej. Pa ja prit pastaj, tani kemi një mision tjetër. Atëre, cili është identiteti I Gjulianës? Mund të përdorim Trendimat. trendima që Pa të tjetër. shoh. Urdhro. Ju I doni të gjithë, por unë I dua pak më shumë. Më pëlqejnë kafshët shtëpiake, ngjyra ime e preferuar është tekuqja. Okej. Ju I doni të gjithë, por unë pak më shumë. Pak më shumë. Qa është një gjë që ne duam të gjithë? Veteriner kafshët, themu. Unë I adhuroj kafshët. Po. Po nga që I adhuron ti, po ndoshta nuk I duan ti. Po. Do me thënë, elektromotor, makinerish, ja. Ja, Veterinere mund t'jetë. mund. Pastiqere. I Po, dua më mbërësirat? normale. Mozaik me gur, elektriciste, rrit kërminj, meret me kopshtari dhe mami. Unë mendoj mund t'jetë që I duan të gjithë pastiqer. Kush është në vend të parë? Veterinerja që I duan të gjithë Po, apo pastiqerja? Ju keni dëgjuar njëri që thotë nuk më pëlqejnë kafshët? jo, unë s'kam Ti dëgjuar. s'ke dëgjuar. Nuk kam dëgjuar. Okej. Po ke dëgjuar në njëri që thotë që unë nuk I du ëmbëlsiren? Kështu që unë tek pastiqerja Do ta konfirmosh? e konfirmojmë. Inshallah që Gjuliana nga Tirana të jetë pastiqere që në fund të emisionit të ha të tortën e mrekullueshme. Po t'ja që tani në qoftë se zbulon. Okej, e konfirmojmë? Pastiqere. E konfirmojmë. Nga që I duan të gjithë. 4.000 euro! 4.000 euro për Gjulianën. Gjuliana, jeti pastiqere apo jo? Po unë jam. 4.000 euro për Persidën! 4.000 euro, shojmë ja ku është fotoja, edhe e certifikuar, matje, certifikuar, 4.000 euro. Gjuliana, ti na ka për këtë tortën? Po unë e këra tortën. Okej, tani mund të shkosh dhe nuk do ta shohësh momentin kur ne do ta shqyem këtë tortën. Po isha ka, mund të shkosh. Mund të shkosh dhe vjen e panjohura me numrin 3. Mirë se vjen. Atëherë, prezentojemi. Jam Merushe Lamqe, nga Skrapari, 69 vjeç. 69 vjeç nga Skrapari. Që nga anët tona, se unë jam nga Berati. Gjeje Merushe. 69 vjeçë. Ja ta mendojmë njerë. Atëherë, mund të jetë mami, Një variant. 69 vjeçë, rrit kërmin, edhe mund të jetë kjo, për pjesën merë në Ka kopshtari, kërmime nga në tuaja? sa duash. Okej. Tek këto të dyja jam Çfarë do më përjashtoje? Do përjashtor elektromotor Okej. makinerish, veterinere, mozaik me gur, elektricist.
Mund t'jetë mami, po që kërkoj të marrë 3 të dhëna. 3 të dhëna. 3 të dhënat e tua. Ju sugjeroj se lindja nuk është aq e vështirë sa e mendoni. Byrekët i qaj dhe nuk më pëlqen vetmia. Ju siguroj që lindja nuk është aq e vështirë sa që mendoni. Po. Atëre lindja, me kë ka të bëj lindja? Me mamin si shtash që në fillim, do me thonë që... Okej. Po, edhe veterinere, sepse... Ose mami, jam 50-50. Se di këtë zjedh. Bëj 60 me 20. Ta bëj 60 me 20? Fatikisht unë po i ri intuitës time që zgjodha në fillim mamin. Mami, Po, e konfirmon? e konfirmoj. Okej. 200 euro. Shkojmë në 4.200 euro. Merushe, për 4.200 euro. Jeti mami? Unë jam. Bravo! 4.200 euro, shojmë foton. Kur pas ka qenë gocë e re, fare. A i ke nuruar ndonjëherë sa fëmi mund të kesh sjell në jetë? O, kush e di sa? Sa, Se afërsi? 100% mami. 1.000, 2.000, se di. Shumë. 1.000, 2.000, mund të Më shumë. 1.010, kupton? 10.000, se di. 10.000. Po që kam pritur. Okej, mund të shkosh e dashur, të qetësosh dhe vjene pa njora me numrin 4. Mirë se vjen. Si e? Atëre prezentohemi. Sipe Ramoni, 63 vjeqe, jetoj në Tiranë. 63 vjeç. 63. 63. Jeton në Tiranë. Atëre, cili është identiteti i Sipes? Ku je? Cili është vibe-i që t'jep, se intuita nuk të ka gabuar deri tani? Vibe është tek veterinere. Po, Aty, veterinere. po mund t'jetë edhe merret me kopshtari, Mund të merret dhe me kopshtari, Sibja. ndoshta. Tek veterinere jam më shumë. Tek veterinere. Pra Siben t'je sheh si një veterinere. Nga Tirana. Yes. Vetëm veterinere më jep asnjë mendim tjetër. Por mund të jetë edhe mozaik me gur. Sibja mund të bëj mozaik me gur. Ndoshta, po, pse jo? Po bëhet pak e vështirë dhe po nuk e di pse po më më shumë emocionet. Sepse nuk kam gjetur akoma të fshetën e Gretës. Kjo më bën më shumë. Të Gertës. Të Gertës, më fal. Çfarë është Gerta? Po, Gerta është një yll mbi të gjitha. atë e dim. As diskutohet. Po Sibja, ku je me Siben? Mund të merret dhe me kopshtari? Mua më pyet. Jo, thjesht Okej. po mendoj kështu Po me zë të lartë. Se jo. Gjithkush mund të merret me Po. kopshtari aty. Unë them se është veterinere. Veterinere. Po. E konfirmon? E konfirmoj. Hajde. E konfirmon. $4.700. Luajmë për 4.700 euro ose 0. E papritura të qonë në 0 ose shpëtojmë të Inshallah. fjojmë lojën. Të lutem. Sibe, për 4.700 euro, jeti veterinere?
Me vjen keq, po jo. Mos. Shkuam në 0. Si be mund të shkosh të ulesh se do të vi pa njori me numrin 5. Mirë se vjen. Atere prezentojemi Gëzim Hidri, nga Librazhi. Gëzim Hidri. Sa 20 vjeç? 56. 56. Gëzimi është 56 vjeç dhe vjen nga Librazhi. Cili është identiteti i ti? Mund të rris Kërmin, me që Në Librazh. zona e Librazhdit Po. mund të merret edhe me kopshtari, Një variant tjetër, ose elektromotor makinerish. ose elektromotor makinerish. Po që më shumë jam tek që mund të rrisi Kërmi. Mund të rrisë Kërmi. Ke ngrënë ndonjëherë Kërmi? Jo se Vërtet? i kam vështirë t'i provoj. Mund të jenë shumë të mirë, po i kam vështirë t'i provoj. Unë vdes për Kërmi. Okej, do mundom do t'i provoj edhe Jo, unë. janë të mrekullueshëm, më beson. Do t'i provoj. Fantastik. Fantastik. O, me zi po pres. Atëherë, me Gëzimin, ku je me Gëzimin? Cili është identiteti ti? Që rrit Kërmi, Rrit Kërmi. te kjo jam më shumë. Këtu do të qëndrosh. Besoj se këtu. Me që unë i humba 4700, duhet t'i bëj më shumë tani. Jam me 0 lekë. Ke 2500 dhe 1000 3500 dhe 300 3800, ke dhe 4600 euro të tjerë. Inshallah. Rrit Kërmi. Rrit besoj. Kërmi. Po, E konfirmon. e konfirmoj. Po. Ti bje? Oh, 2500 euro për Gëzimin. Gëzim për 2500 euro. Ti rrit dhe i shet dhe pastaj i gatuajnë këta kërmi të mrekullueshëm që ne na pëlqejnë. Humbe. besë dhe po. E luaj që Gëzimi, humbe. Mos. Humbe, moj, humbe. Mos. Mos, mor Gëzim na mërzite, mor Mas, Gëzim. shumë. Na mërziti shumë. A? Se mendoja se rriste Kërmi. Po pra, e dikush tjetër i rrit, i shet. Gëzim mund të ulesh në vendin tënd i dashur dhe vjen numri 6. Haj, Mirë se vjen. Përshëndetje. Tamam? Prezentohemi Albert Marko, vi nga qyteti Durrësit, 25 vjeç. 25 vjeç Alberti nga Durrësi, 25 vjeç. Kanë mbetur 1800 dhe 300 euro. Kam një pyetje. po. Ke për secilin prej tyre ke mundësi që të verifikosh, sepse ke 2 takime nga afër dhe 1 ndihmë 3 dhëna. Kuptoj. Okej, po marr 3 të dhënat më mirë? Albert, 3 të dhënat e tua. Së pari gjejmë problemin dhe pastaj japim zgjidhjen. Pëlqej pjesa e ushqimit, sidomos Je lup si puna ime. pëlqej futbollin, jam tifoz Juventusit. Bukur. Me Juventusin jam dhe unë, kështu që Okej. Pra, së pari gjej problemin dhe pastaj i jap jep zgjidhje. zgjidhje. Atëherë është elektromotor makinerish ose elektricist? Ose elektricist, ose elektromotor makinerish. Se problemi me kopshtarin nuk ka, që të rrisë kërmi nuk ka, mozaik me gur nuk ka, që të gjej problem dhe t'jap zgjidhje, dhe veteriner, gjen problem. Djali 25 vjeç. Po. sa?
Po, mund të jetë edhe veteriner. Pse jo? Po ku të shkon më shumë logjik? Më shumë tek e para. Tek e para? Po. Që lidh elektromotor makinerish. Kjo më jep Lidh Po. elektromotor makinerish. Lidh fije. fijet. Po. Po. Të fije që i lidh. Që i lidh, po. I lidh Edhe në funksionon. fabrikë. Së pari gjej problemin. Kush problemi? Kot me të pyet. Po, ku është problemi? Tek fijet. Tek fijet. Më fal, janë dy fije dhe i lidh. Po. Ku e ke problemin ti këtu? Në asnjë vend. Atëre. E unë ba fare për një moment sepse më kanë kapur çik emocione. Mos e vrit mendjen. Që kur Kemi unë ba tek gëzimi, 1.800 dhe 300 euro. Atëre. Kush problemi dhe pastaj zgjidh? Shumë e thjeshtë. Elektricist. Po. E konfirmon? E konfirmoj. 800 euro. Albert, për 800 euro, jeni ju një elektricist? Po, unë jam elektricist. Ja, që bravo! 800 euro, Versida me 800 euro, shojnë foton e Albertit. Bravo. Ja, kush Alberti ma dje punon në OSSH mrekulli. Albert, do të shemi në fund, së bashku mund të shkosh, dhe vjen më në fund e shumë pritura me numri 7. Mirë se erdhe. Mirë se të gjetë Ardit, urdhra. Prezentojemi. Unë jam Gerta Eta, nga Tirana, 48 vjeç. O zot, sa trendi, një 48 vjeçare si 28 vjeçare. E vërtet. Atëre, ku jemi me Gertën? Shumë e vështirë. Thjesht një impakt ma dha direkt, mund të merret me kopshtari. Mund të merret me kopshtari. Po. Apo rrit kërmi. Tani çdo gjë mund të ndodhi. Edhe mund të ris. Ajo mund të lidhe elektromotorët e makinerive për atë punë. Po. Me Gertën. Ku je? Jam me merret me kopshtari. Kjo të bindet më shumë. Nga gjithë identitetit që ka Gerta, ti mendon që merret me kopshtari. Po. Është vetëm zgjidhje që unë kam në mendje dhe besoj se është. Dhe kjo është. Po, merret me kopshtari. Merret me kopshtari. Po. Gerta, në kopshtin e saj të mrekullive. Unë këtë mendoj, nuk e di. Do të takosh nga afër. Me gjithë kënaqësi, po. Se i ke 2 takime. T'ja shojmë një çik duart Gertës. Shife. I ka shumë të bukura, kështu që Lëre, më thuaj një gjë që nuk e ka të bukur Gerta. Më Ma thuaj nërti. një gjë. Ako jo më pëlqej emër. kështu që i bie nuk merret me kopshtari. U bë pak më e vështirë. U bë pak më e vështirë. Po. Atëherë ku jemi me Gertën? Si thash më parë, është pak më e vështirë tani për ta gjetur. Tash të ri si kërmin e heq. E heq? Po. Okej. Mozaik me gur? Ja. Veterinere?
Jo. Ngelet elektromotor makinerish nuk shumë e vështirë. A thua që t'jetë Gerta ajo që lidh fiet tek elektromotorët e makinerive? Nuk e besoj. Normale. Nuk e besoj. Nuk e besoj. Atëherë, Të parën dhe të dytën e heqim, nuk është. qëndron mozaik me gur, rrit kërmi dhe merret me kopshtari, thua. Për pjesën që i pash duart, nuk mu dukën se merresh shumë me kopshtari. Unë të kjo isha merret me kopshtari, por shoh të tjerat nuk më jep atë vibe-in që të zgjedh. Kështu që do e rrezikoj, do them merret me kopshtari. E konfirmon? E konfirmoj. €1.000! 1.000 euro dhe papritur! Kush më mirë se unë do thoshte publicitet në një mënyrë tjetër, jo thjesht publicitet, se sa Gerta Eta. Publicitet. Jemi rikthyer me Persidën, mere mund ta pish, mund ta pish patjetër. U rikthem në program dhe Persida më njëre la kotën e ujit, por jo, mund ta pish. Jemi bërë për ujë të ftohtë? Për ujë të ftohtë, po. Okej. Sepse kemi 1.800 euro, por është dhe e papritura që shkon në zero. Për 1.800 euro, Gerta, je ti ajo që merresh me kopshtari? Për fat keq, jo. S'më besoj. Nuk më besoj. Je sigurt, Gerta, je sigurt? Unë edhe kam shprehur. Dhe ke shprehur. Diku tjetër në një intervistë. Se çfarë jam me profesion. Nuk kam qenë e vëmendshme që ta shikoja. Sa gjuna. E dëgjove si tha se çfarë jam me profesion. Opa. Ka dhe një indicje të ndihmojnë ndoshta që të na vi mjeshtri me numrin 8 dhe Gerta mund të ulesh. Ej, ai dashur. Mirë se vjen. Mirë se gjeta. Prezantohemi. Quhem Kujtim Karaj, 67 vjeç, vi nga Tirana. Kujtimi, 67 vjeç nga Tirana, këtë takimin nga afër të kujtoj. Okej. Ta shfrytëzojmë. E shfrytëzoj. Hajde ti marrim këto 300 euro. Ti shojmë pak duart, Kujtim. Edhe nga brenda. Merret me kopshtari. Merret me kopshtari. Këtë vibe të dam. Pa, nga duart, pa. Nga duart, po. Nga duart, pa. Atëhere, ato duar... Duken që kam punuar shumë. Punojnë. Ku të qonë puna? Tek veterineri? Ato duar që pash të veterineri, Jo. se besoj, jo. Rrit kërmi? Ndoshta. Ndoshta. Kja kënë bërë kërmi duart ashtu, thu? Po, edhe në përfera aty, që kontrolon kërmin, kujdiet. Meret me kopshtari? Pa. Po. Të kjo jam... Të kjo je? Pa. Mozaik me gur? Për të realizuar këtë, unë jam shumë kurioz kush meret me këtë dhe të kuptoj sa bukur është e bërë. Shumë bukur. Ha? Kjo është një vepër arti. Pa. Shikoj pa. Ha? Shumë e bukur. Shikoj pak se si është punuar. Dhe çfarë pune duhet për të mbritur deri këtu. Shumë punë. Fantastike. Okej. Atëre, kthehemi te kujtimi.
dhe gjejmë identitetin e tij. Atëherë jam tek pjesa merret me kopshtari, Po, por më gënjen pak mendjen edhe mozaiku me gur. të gënjen pak mendja dhe Pak. për mozaik me gur. Pak. Që ato duart, si më thënë, mundet që të... Po edhe mundet sepse ajo ishte bërë me shumë materiale të forta, që ka gur, Sigurisht, edhe mund të... patjetër. Po që më shumë jam me merret me kopshtarin. Çdo bësh, Publiku sot s'po më ndihmon tani. çfarë thot publiku? Janë 3 mundësi: elektromotor makinerish, mozaik me gur dhe merret me kopshtari për duart që ka kujtimi. Po, Pastaj ti do zgjedhësh mes të trejave, po të ndihmoj, pra e hoqa dhe veterinerin dhe rrit kërmin. dhe rrit këmin, po. Tani vendos çfarë identiteti ka kujtimi. Mozaik me gur, Mozaik me gur. po. E konfirmoj. Këtë do konfirmosh. Këtë. Mozaik me gur. Ma më shumë më thot ajo e fundit. E kopshtaris. Pa. Sepse i pash duar që ishin, po e the më mirë merret me kopshtari. Më mirë me kopshtari. Sepse duar tregonin që merreshe me kopshtin. Po. Të dal me 0, s'ka gjë. Okej, mozaik me gur. Mozaik me gur. Po. Mozaik me gur. Mozaik me gur. Po kameramanët që po shohin, kurioz jam. Çfarë thoni ju? Edhe ti për mozaikje. Atëherë, Mozaik me gur, me që të gjithë janë me këtë, edhe unë e konfirmoj. dhe ti e konfirmoj. Po. 300 euro. Për 300 euro, kujtim, jeti ai që merresh me mozaik me gur. Më vjen keq për jo. Fajin e ka publiku. Ore publiku, edhe Fationi. Edhe Fationi ka faj. Edhe Fationi. O kujtim, cili është identiteti yt i vërtet? Merr me kopshtari. Unë e dija, po që thash të dëgjoj njërë publikun dhe e dëgjova. Shojmë foton e kujtimin. Tamam, ne nuk do shojmë një foto të kujtimit, po do shojmë një video ku unë me kujtimin kam bërë tek e djela shqiptare dhe kujtimi është kopshtar. Se ke parë? Jo. Nuk e kam parë, po të kështë parë Ja ta direkt. shojmë këtë moment. Kjo është e këtij klubit apo është? Jo, kjo është e sektorit është e pakut. Ne vërtet punojmë, po sinqerisht që punojmë me një ndërgjegje kemi qef. Ja ku është kujtimi, bashkë me kujtimin jemi së bashku, faleminderit. Kujtim, mund të ulesh tek vendi me numrin 8 dhe unë do ta filloj nga numri 1, Kristi. Tani kanë mbetur 4 identitete. Për Kristin the që bën mozaik në gur. Këto mozaikët i përmendin gjatë gjithë kohës dhe asnjëherë nuk të doli. Asnjëherë. Pra Kristi nuk bën mozaik në gur. Por cili është identiteti i tij? Rrit kërmi, veteriner apo elektromotor makinerish? Mund t'jetë veteriner? Veterineri e Kristi? Jo, nuk jam. Jo. Po cili është identiteti yt? Unë rris kërmi. Aman mërë se vdiqa. Vdiqa për këta kërmi këtu. Dhe këta janë gatuar fiks si që dua unë. Këta mund t'i ha unë, apo ja? Mund t'i hash, po. Mund t'i ngrohim pak edhe t'i ha. Vetëm të Kristi nuk e mendoja që mund të rrisë të kërmi. Ja ku është Helici Culture. Ja ku e kemi Helici Culture.
Kris, fantastike. Fantastike. Është nga ushqimet... Ato nuk është se vetëm hahen. Ato për shembull, qofse mund vitë... Patjetër, ja. Patjetër. Përveç tradicionales franceze që ti e ke shumë qef, ne i kemi bërë dhe akoma më të thjeshta punën, i kemi futur në për kavanoza. Që këto mund të bësh fare thjesht një salat të freskët, ose mund të shërben si meze, me një gotë raki ose verë. Jo, më jo. Varet si ju pëlqen. Mundem? Kjo është risia jonë më e fundit. Mund të hap? Po, patjetër. Se kjo po hap nuk kthehet më. S'ka probleme, hamne. Këto janë me rrush të thatë. Mund të bënë me domate të thatë. Unë e kam një pirun këtu, mund të provoj? Po, patjetër. Okej. Shiko, vazhdo prezento ti. Kemi edhe pak bukë tu që mund të... Sa të mira. Dhe mbas asaj, risia tjetër është edhe sapuni. Jo, re. Është me olive oil, pra me vaj ulliri, dhe me mukusin e kërmillit. Sepse mukusi i kërmillit bën shumë mirë dhe për rigjenerimin e lëkurës, e lemon, prandaj ne që rrisim kërmi nuk i kemi duart me kallo ose të vrara nga puna. Fantastike. Sa interesante. Faleminderit. Kam mbetur numri 4, 5 dhe 7. Tani, Sibja, çfarë identiteti kam? Nuk ishte veterinere, o bën mozaik me gur, ose lidh fjet elektromotorave të makinerive. Besoj se mozaik me gur mund ta bëj. Se ky mozaik me gur nuk po e gjejmë dot kush është, se kam përmendur shumë dhe nuk po. Sibe, je ti që bën mozaik me gur? Jo, lidhi elektromotorat. S'më vinte mendja asnjëherë. Ja të shohim foton e Sibes. Ja kur Sibja. Tani. Ose Gëzimi është veteriner, ose Gerta është veterinere, apo Gëzimi më në fund është mozaiku me gur që ty të nxori shpirtin? Po, Gëzimi është mozaik me gur. Gëzim, ti i bën këto mozaikët me gur? Bravo. Fatmirësisht. Fatmirësisht, po. Shkoni sa bukur. Wow. O Gëzim, po, mjeshtri vërtet, ha? Artist. Digjo, më thuaj pak, ti shet këto po? Kam punuar për jashtë shtetit. Ti punon për jashtë shtetin? Në Monaco, si që dim Venecia, dola i pari nga 125 artistët në 2018. Po unë du të them diçka për shembull që atë mozaik që unë jam të bo sot, kam 6 muaj që e kam nis, mozaikun që po e bëj sot, do jetë një nga kryeveprat e botës, edhe jam 2000% i sigurt për këtë gjë, sepse ku do ta shoh? Në Angli. Në Angli. Edhe mund t'ju them me bindje të plot, që kur të përfundoja e vepër, të gjithë do mendojnë, do thonë përse Da Vinci dhe Michelangelo asnjëherë nuk e bëri mozaikun. Kurse unë mozaikun, kur të lindi dyti në botë, që në kohën që është shpikur mozaiku, unë si i pari do i tregoj të dytit përse mozaikun e emërtuan mozaik. Faleminderit Gëzim. Dhe Gerta, e cila e ka thënë edhe më parë që është... Mjeke veterinere. Me profesion. Me profesion. Ka mbaruar shkollën. Dhe ka mbaruar shkollën për veterinere. Më kishte shpëtuar shumë ky detaj që humba. Sa keq. Shiko, unë do t'ju ftoj të gjithëve të vinit këtu pranë nesh, se si do qoftë ne do ta shijojmë një numër artistik. Ani urdhroni. Dhe tani ka ardhur momenti të shijojmë një numër koreografik për ta mbyllur imbellezza, thotë italiani, për ta mbyllur bukur këtë moment
tek të panjohurit. Numër koreografik. Sotto la luna, nel suo bagliore d'oro, passeggiano i ricchi, così lenti ma sicuri. Ogni sussurro di seta l'accento, vecchia moneta, profumo di vento. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di 1000. Stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del tempo, è tutto un virtù. Sul marmo lucente, un passo svogliato, i sogni giacciono sotto dal tempo amato. Fruscio di seta, bicchieri che brillano, lungo i canti le ombre si inclinano. Il violino sospira, il pianoforte si perde, un'aria di mistero, l'ambiente si stende, ogni melodia canta di un tempo lontano, vecchia moneta in ogni mano. Oh dolce vita, oh gioco sottile, ogni sorriso vale più di 1000. Stringi la mano, balliamo nel blu, ricchezze del tempo, è tutto un virtù. Sotto il soffitto di stelle che ardono, storie di fortuna ci accompagnano. Ma nel domani c'è un sussurro che chiama, l'eco di ieri, nessuno lo reclama. Bravo, bravo, bravo! Balerinët e djela shqiptare, grupi baleti, fantastik, faleminderit! Faleminderit për energjinë që na sillni, faleminderit! Persida, në zakonisht mbyllet me 3 vetë dhe me ne të 2 këtu, por sot po e mbyllim me të gjithë së bashku, duke ju ftuar që në këtë numër telefoni që tashmë jeni duke ndjekur në ekran të na shkruani dhe të jeni pjesë e të panjohurit, qoftë në 8 radhët e identiteteve misterioze që ju do të na sillni, por edhe të bukura sigurisht, apo edhe si konkurent, duke shpresuar që të mos përfundojmë si sot. Rëndësi ka që mora pjesë, është një eksperiencë shumë e bukur. Lekët dhe në vind themi neve. Por kujtimet mbeten. Kjo është me rëndësishmja. Baj nga të panjohurit dhe ka publicitet, nuk kemi përfunduar.